Gjovalin, diçka në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, nipi juaj një ditë më parë ka kryer një krim. Ndërkohë ju si xhaxha i Elvisit, ç'a mund na thoni për këtë ngjarje të rëndë? Njësi dënoj njëto do të përballet me të njëjtën gjë. Nipin tuaj? Po. Pse? Një gjyqtarësi të dënojnë do të përballen me pluma. Se ka 13 vjet si i shkruajmë kryeministrit të tonë qeverisë anani pronën, se u kena ble. Një gjyqtarësi dënojnë njëto me Kolinën, me Klismonë, me mua, ka të njëjtën shpërblim. Provat i lam. S'na përllën në kush. Se ja kena ble shtetit, ose më na quën burg, Pra nuk, se kena privatizuar pronën gabimisht. nuk jeni i penduar për atë çfarë ka ndodhur ju? Familjes të ndjerit gjyqtarët Po. i ulem gëj. Edhe i kërkoj halalin me kishë me xhami. Po ndërkohë që i kërkon hallalin, ti prap thu që njëjtin veprim do të bëjmë edhe ne. Tash si qëndron kjo deklarata juaja? Nëse një djalë, Po. ai gjykohet sikur e gjykua Astriti. Mos u merrni me atë spojt, se kena 13 vjet që jeni firmojmë shtetin. Se kena ble pronën me liz, me rregulla. Jena bërë çdejnë tonë. Kush dënon një djalë të njëjtën gjë ka. Në qoftë edhe Donald Trump, në qoftë edhe Papa. S'ka loj me ne ma. Ndërkohë ju si familja Shkami, a i keni letra të rregullta pasi banorët pretendojnë se i keni falsifikuara? Po, na i kena fituar të na gjyqet, na kena me certifikat, ku që më zotni? Te hetojnë shteti, se ka 13 vjetë së rritë i shkure di Ramës. O lirëm pronën, o lirëm pronën, o lirëm pronën. Edhe s'ka loj mamën. Të ndjerit, familjes të i. Ndërkohë ju, a keni kanë ndjenit veprimit që do të bëhen të nipi juj? Ja, S'ke kanë ndjeni? ja, ndjeni s'kena kanë. Se Kuptoj. me pa kanë ndjeni mu kisha nërë. Se unë, 72 orë të para, këmë të po shefin e komisariatit Shkodrës. Edhe, ku vanë informacion të pastër, se asaj me Rostemi, ishtë drejtori i policisë bashkjake. Nuk u ka prish objektet si duhet, se ishtë dash më prish edhe një kjo kërit. Ku thirë vajnë, shumë djallin e rumë, shumë profesionist, ta bina certifikate. Për vaj, rështiti. Edhe i kun Tiranë. Gjovalin, cili është mesazhi juj? Qoftë për drejtësinë, qoftë për familjet e të tjerit, a keni një mesazh le të themi? Po. Familjes astes kalas djallit e vaj, se familjarve të një u bjenë dy blejnë. Ne pa qa dashtë, e më kupë kishe drami i farën. Edhe diçka, a i druheni hakmarrjes? Në mënyrë absolute, më zotni. Këna një stufë pa pame. Në mënyrë absolute, nuk i drumë hakmarrjes. Nuk i druhesh? Ja, hiq. Se unë ka ta thë copë, kush dënoj në djallë, gjykot me pluman salë zyzit të mdekëshin 5.000 mi prapë. Se më ka prej në besë shteti, se ja ku ble shteti tu. S'ka gjystarë si e dëno. Se mdekëshin 5.000 mi ha pluma si kur i hëngrastit kaloja.